Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. E falendrojmë Allahun fuqiplot, i dërgojmë salat dhe shumë selam me pejgamberit tonë të dashur alayhi salatu wassalam. Miq të nderuar dhe shumë të respektuar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me lejen e Allahut fuqiplot, po e fillojmë edhe një takim të ri në shoqëri me kapitullin An'am, një sure e jashtëzakonshme nga Kurani fisnik. Një sure prej sureve të gjata, e cila i ka 165 ajete, e cila i zbriti komplet në një çast pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam në Mekë. I zbriti në periudhën ku pejgamberi alayhis salam ballafaqohej në përditshmëri me idhujtarët e Mekës, me elitën e idhujtarëve Mekës, ku pejgamberi alayhis salam kishte mision. Kishte fillu misionin e tij sallallahu alaihi wasallam që banorët e Mekës t'i çliroj nga prangat e rënda të idhujtarisë, besimeve të kota dhe zotënave të rrejshëm. Kjo idhujtari e cila ishte shtresuar ndër vite të gjata mbi atë shoqëri dhe mbi atë popull, por idhujtaria nuk ishte prezent vetëm në gjeografin e gadishullit arabik, por idhujtaria kishte kaplu mbar botën dhe njerëzimin në atë botë, aq sa kishte njerëz dhe jetë në atë botë. Sa që më pak pothuaj se gishtat e një dore kishin mbet njerëz mbi sipërfaqen e tokës që i kishin qëndru besnik besimit të drejtë të Ibrahimit a.s. edhe të Isës a.s. Ashtu si në mëson pejgamberi a.s. Pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam e filloi këtë rrugtim të gjatë që ti çliroj e ti shpëtoj idhujtarët e Mekës në radhë të parë e pastaj njerëzimin në përgjithësi prej intrigave e të pavërtetave të idhujtarisë e besimeve të kota. Kapitullin An'am i erdhi si një armë e fuqishme pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Një armë që pejgamberi alayhis salam shërbehej me këtë armë për plot argumente, për plot prova e dëshmi logjike të fuqishme që njerëzit duhet të lirohen nga intrigat dhe të pavërteta të idhujtarisë e besimeve të kota, e mentalitetit të ignorancës dhe të ndriçohen me dritën e Kur'anit, me mësimet e pejgamberit alayhis salam për plot arsye e racionalitet. Të dashur të mi, sot do të vazhdojmë duke lexuar nga ajeti 133 deri në ajetin 136. Të kapitullin An'am, i frymëzuar nga kuptimet dhe përmbajtja e këtyre ajeteve, e kemi titulluar këtë emision Pavarësia hynore dhe ndrimi i popujve sipas vullnetit të Allahut fuqiplot. Allahu dhul Gjelal është sovrani dhe se Allahu është një i vetmi i pa fillim, është i gjallë, i përhershëm, nuk lodhët, nuk kotët. Allahu dhul Gjelal nuk ka nevojë për asgjë në këtë botë. Çdo gjë në këtë botë ka varësi nga Allahu dhul Gjelal. Prandaj Allahu te baraka wa taala në caktimet dhe vendimet e tij është i pavarur, është sovran. Dhe kjo është pavarësia hynore. Dhe si rjedhoi e kësaj të vërtetë të madhe, Allahu dhul Gjelal gjatë historisë së njerëzimit, në periudha të caktuara të historisë njerëzore,
Dhe në pjesë të caktuara të botës, Allahu ka ndru shumë popoj me disa popoj të tjerë. Historia na fakton se dikur në një pjesë të botës, në një periudhë të caktuar, kanë jetu popoj, por që janë zhduk. Vetëm dihet për ta se dikur kanë jetu. Apo edhe mund të dihen edhe shumë informata në lidhje me ato popoj, që besa dhe me civilizime dhe të arriturat e tyre, por ja që sot nuk ekzistojnë. Allahu ka ndryshu popoj me popoj të tjerë. Dhe kjo është një vërtetë e madhe që Kur'ani na konfirmon. Dhe e tërë kjo ndodh vetëm sipas vullnetit të Allahut te baraka o taala. Po vazhdojmë me ajetin 133. Thot Allahu fuqi plot: Wa rabbukel ghaniyyu dhur rahmah. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. Thot Allahu fuqiplot: O Muhammed, Zoti yt është i pasuri, absolut, është i pavarur, s'ka nevojë për askënd. Dhe Zoti yt është i mëshirshëm. Shani si fillon ajeti. Pastaj vazhdan. Thot nëse Allahu dëshiron, ai ju zhduk dhe pas juve sjell një popull tjetër, këtë doj Allahu dhul xhelal. Ashtu si ju krijoi nga pasardhësit e një populli tjetër. Kjo është ajeti 133. Të kthehemi tek tefsiri dhe komenti i Imam Tabariut. Allahu mëshiroft. Muhammed ibn Jarir al-Tabari, Allahu mëshiroft, thot: kur fillon me elaboru fillimin e ajetit 133. Zoti yt është i pasuri. Imam Tabari thot: Allahu nuk ka nevojë për krijesat, asnjëherë. Allahu nuk ka nevojë për adhurimin e tyre. I lutën apo nuk i lutën krijesat. Kjo nuk ndikon asgjë në madhërinë, fuqinë, pasurinë dhe në madhërinë e Allahut fuqiplot. Allahu nuk dëmtohet nga mosbesimi i krijesave që ata kanë zgjedhur me e mohu dhe mos me e besu Zotin. Pra, mosbesimi nuk i bën dëm Allahut, por njerëzit i bëjnë dëm vetes së tyre. Vazhdon Imam Tabariu: Allahu është i mëshirshëm. Allahu është i mëshirshëm. Imam Tabariu thot: edhe pse Allahu është i pavarur dhe nuk ka nevojë për asgjë në këtë botë, çdo gjë në këtë botë ka varësi nga Allahu, Allahu prapë është i mëshirshëm me krijesat e tij. Dhe si rjedhoi e kësaj mëshire, Allahu nuk i shkatron me njëherë edhe ata që e mohojnë Allahun, por Allahu ju dhuron mundësi, Allahu ju jep kohë që ata të reflektojnë e të pendohen. Pra, ajeti na tregon se Allahu te baraka wa taala me mëshirën e tij i paraprin dënimit. Gjithmonë Allahu i trajton krijesat e tij me mëshirë, jo me dënim. Vetëm kur krijesat refuzojnë edhe e zgjidhin dënimin përballë mëshirës së Allahut. Përndryshe, Allahu dhul xhelal është më i mëshirshëm për krijesat e tij se sa që ne mund të jemi më të mëshirshëm për veten tonë, apo nanat tona sa mëshirë kanë për fëmijët e tyre, por mëshira e Allahut është mbi këtë lloj mëshire. Vazhdon Imam Tabariu te pjesa tjetër: nëse Allahu dëshiron, juve ju zhduk. Thot Imam Tabariu: besimtarët kur e lexojnë këtë ajet duhet ta kuptojnë se kjo është paralajmërim serioz. Është paralajmërim serioz. Nga se Allahu ka fuqi absolute. Dhe historia e njerëzimit tregon se ka shumë popull që janë zhduk. Prandaj duhet të kuptohet me seriozitetin më të madhin ky lloj paralajmërimi që përmban në vete ajeti 133. Dhe pas jush sjell këtë doj Allahu. Nëse Allah është zhduk një popull, pastaj
vendin e tyre e zën një popull tjetër. Thot Allahu zaventson popujt, sjell njerëz të tjerë, me një fjalë historia përsëritet. Kjo pjesë e këtij ajeti na dhron neve një mesazh të fuqishëm që njerëzit asnjëherë nuk duhet ta vetmashtrojnë veten e tyre se janë të pazaventshëm. Njerëzit nuk janë të pazaventshëm. Nga se cikli i jetës dhe historisë njerëzore gjatë historisë botërore tregon që askush nuk ka qenë i pa zavendësueshëm. Ky është sa i përket ajetit 133. Nëse dëshirojmë tani të bëjmë një analizë gjithë përfshirëse të këtij ajeti, mund të themi se tema qendrore e ajetit 133 An'am, ky ajet përmban në vete 3 parime. 1. Pavarësinë hynore të Allahut Dhul Xhelal, 2. Mëshirën e madhe të Allahut hynore Xhella Xhelaluhu, dhe 3. Zëvendësimin e popujve se asnjë popull mos ta mashtroj veten se është i pa zavendësueshëm. Nëse i bëjmë një analizë historike këtij ajeti, atëherë ajeti na mëson se popujt lindin, devijojnë, paralajmërohen, nëse nuk reflektojnë, zhduken dhe në fund zëvendësohen. Vetë historia është një prej fakteve që dëshmon këtë çfarë e dëshmon ajeti. Ajeti 134. Thot Allahu te baraka wa taala: "Innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin." Me të vërtetë, ajo që ju premtohet, ajo do të vjen. Ato që Allahu ka paralajmëruar, ato që Allahu premton, ajo gjithsesi do të ndodhë. Dhe ju nuk mund ta pengoni apo nuk mund t'i shpëtoni asaj që vjen nga Allahu. Ky është ajeti 134. Thot Imam Tabariu: ajo që ju premtohet. Imam Tabariu thot kjo pjesë e këtij ajeti nënkupton apo përfshin ringjalljen. Allahu na ka paralajmëruar se ne do të ringjallemi. 2. Allahu na ka paralajmëruar për ditën e gjykimit. Dhe dita e gjykimit është një proces ku ne të gjithë në mënyrë individuale do të dalim dhe do të qëndrojmë para Allahut dhe do të gjykohemi për të bamat tona. 3. Thot Imam Tabariu, ky ajet përfshin shpërblimin, njashtu dhe dënimin. Ato çka ka premtuar Allahu te baraka wa taala, në qoftë se është në pyetje shpërblimi si rjedhoj e veprës të mirë që vepër përkatëse, apo edhe dënimin për një vepër që Allahu na ka paralajmëruar dhe na ka urdhëruar që ta braktisim një vepër të caktuar. Prandaj, premtimi hynor është i sigurt. Kjo është ajo pjesa e parë e ajetit 134. Vazhdon Allahu thot la'atin, ajo çfarë Allahu ka premtuar do të vi. Ajo do të ndodh. Imam Tabariu thot kjo që Allahu thot do të ndodh është e pashmangshme. Besimtari nuk ka dyshim dhe do të ndodh patjetër. Domethënë, këtu Allahu e ka vu theksin se krejt ato çfarë Allahu ka paralajmëruar, krejt ato Allahu që ka premtuar, ato do të ndodhin pa asnjë me dyshje. Si përfundon ajeti, ju nuk mund ta pengoni, ju nuk mund ta ndalni ato çfarë Allahu ka caktuar se do të ndodh apo do të vi. Asnjë forcë në botë. Nuk ka forcë në botë që mundet me e pengu apo me e ndal ato që Allahu ka caktuar të ndodh, do të ndodh. Thot Imam Tabariu, nuk mund t'i shpëtoni Allahut. Nuk mund ta ndalni ditën e gjykimit. Nuk mund t'i ikni dënimit. Nuk ka aratisje. Nëse njerëzit që kanë bë krimin këtë botë, nga fuqia e tyre në thojza, po them, gjenë mundësi që ti aratisen dënimit, në botën tjetër nuk ka mundësi për aratisje. Madje, që në momentet dhe çastet kur njeriu e përjeton vdekjen, aty
shihet dobësia dhe vogëlsia e çdo njeriut. Agonia e vdekjes i baltos të gjithë ata megaloman, ata mendjemdhej, nga sa aty shihet pa fuqia e atyre që kanë jetu në vetë mashtrim. Dhe thonë, tema qendrore e ajetit 134 është se nuk mund të shmangemi në asnjë rast dhe në asnjë rrethon ditës së gjykimit. Nuk ka aratisje. Prandaj, ky ajet në kuptimin teologjik, në kuptimin fetar, na mëson se ringjallja sigurisht do të ndodh, dita e gjykimit dhe procesi i ditës së gjykimit po ashtu sigurisht do të ndodh dhe nuk mund t'i shpëtoj askush, si dhe ajeti na konfirmon se nuk ka mundësi me i shpëtu dhe nuk ka mundësi të aratiset askush prej Allahut, respektivisht prej ditës së gjykimit dhe ditës së kiametit. Tash, nëse dëshirojmë të bëjmë një përmbledhje ajetit në fjalë, do ta kishim përmbledh kështu. Ajeti thekson sigurinë e premtimit hynor që Allahu ka premtu, konfirmon se dita e gjykimit është e pashmangshme, mohon mundësinë e aratisjes në çfarëdo lloj forme, si dhe përmbyllet aspekti dhe kapitulli i paralajmërimeve që më herët në ajetet vijuse Allahu na paralajmëroi dhe paralajmërimet që Allahu na thret duhet t'i kuptojmë me seriozitetin më të lartin kur Allahu na paralajmëron për diçka që është më rëndësi për jetën tonë, por edhe për ahiretin tonë. Ne këtu po e bëjmë një pushim të shkurtër dhe pa humbur kohë do të kthehemi inshallah taala me një herë pas kësaj pauze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miq të nderuar, me lejen e Allahut po vazhdojmë me ajetet tona. Sot jemi duke lexu ajetet e kapitullit En'am, duke filluar nga ajeti 133 deri tek ajeti 136. I lexuam dy ajetet e para dhe mësuam dhe kuptuam se premtimi hynor i Allahut te baraka wa taala do të ndodh sigurisht dhe njerëzit nuk kanë mundësi të shmangen asaj në asnjë rrethon. Thot Allahu fuqiplot në ajetin 135: Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amilun fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatu ad-dar innahu la yuflihu adh-dhalimun. Thuaj, o popullim, veproni sipas gjendjes suaj, edhe unë po veproj. Shpejt do ta dini se kujt do t'i takoj përfundimi i mirë, me të vërtetë zullumçarët nuk do të kenë sukses dhe nuk do të shpëtojnë as këtë botë e as në botën tjetër. Imam Tabariu, Allahu mëshiroft, më lejoni të lexojmë si e interpreton dhe si e shpjegon ajetin 135. Fillimisht thot Imam Tabariu, pjesa e parë ajetit: O populli im. Imam Tabariu thot kjo është një urdhër për pejgamberin e Allahut që Allahu e obligon ai t'i drejtohet dhe të thras popullin e tij. Pastaj, kjo thirrje është paralajmërim. Është thirrje për popullin në përgjithësi, por në veçanti është paralajmërim për gjithë ata të cilët vazhdojnë me e kundërshtu dhe me e mohu të dërguarin e Allahut. Prandaj, thirrja e pejgamberëve të Allahut, sikur kjo thirrje në ajetin 135, është një herët deklaratë dhe thirrje sfiduese që i dërguari i Allahut i sfidon të gjithë ata të cilët kundërshtojnë dhe mohojnë Allahun te baraka wa taala. Vazhdon, veproni sipas gjendjes suaj. Imam Tabariu tregon se kuptimi i kësaj është
vazhdoni rrugën tuaj. Ne po ju thrasim në rrugën e vërtet. Ju po e kundërshtani. Mirë, keni zgjedhur rrugën tuaj. Vazhdoni në rrugën tuaj. Ne po vazhdojmë në rrugën tonë. Bëni atë që ju po mendoni se është e drejtë. Ju po këmbgulni në rrugën e devijimit. Por duhet të kuptoni se paralajmërimi që po vije nga Zoti është paralajmërim serioz. Paralajmërimi që vije prej Zotit është kërcënues. Prandaj, ende pa u bë vonë, urdhëro dhe ktheuni tek rruga e Zotit dhe pranoni mësimet e Zotit. Vazhdon ajeti, thot edhe unë po veproj. I dërguari i Allahut, thot Imam Tabariu, vazhdon në rrugën e tij, vazhdon misionin e tij, vazhdon duke e thirrë dhe duke provuar me mësu popullin e tij. Nga se të dërguarit Allahut nuk kishin ndonjë mekanizëm dhe ndonjë instrument tjetër, pos asaj me i thirr me sjellje të mirë dhe me fjalë të mira popullin në rrugën e Zotit. Pejgamberët Allahut nuk kishin mekanizëm tjetër. Zotën tek çështja e thirrjes drejt rrugës së Zotit nuk duhet të kemi edhe mekanizëm tjetër, nga se besimi duhet të vjen në mënyrë të natyrshme si një bindje e vullnetshme që njerëzit e pranojnë. Në të kundërtën, nëse përdoret ndonjë lloj mekanizmi represiv, atëherë kjo nuk është besim. Nga se njerëzit nga friga apo dhunshëm kanë pranuar diçka, por besimi duhet të vjen si bindje e vullnetshme, në mënyrë të natyrshme, duke u përgjigj thirrjes së Allahut dhe duke u dorëzu para argumenteve, dëshmive, fakteve, të cilat janë me numër shumë të madh në brendinë e Kuranit dhe në mësimet e pejgamberit alayhisalam. Shpejt do ta dini, ajeti. Shpejt do ta dini. Imam Tabariu thot, në dunja apo në ahiret, do ta kuptoni shumë shpejt, qoftë në dunja, qoftë në ahiret. Në dunja gjatë jetës apo në çastet e vdekjes, por edhe në ahiret do ta dini dhe do ta kuptoni se keni jetu duke qenë të vetë mashtruar. Do ta kuptoni se keni këmbgul dhe keni tregu kokëfortësinë e juaj gabimisht. Do të jenë ky moment shpejt kur ju do ta kuptoni se jeni në gabim. Pastaj shpejt do ta dini kujt do t'i takoj përfundimi i mirë. Imam Tabariu thot përfundimi i mirë mund të jetë për qëllim xheneti, mund të jetë momenti i vdekjes, por mund të jetë edhe shpëtimi final e që nënkupton triumfin e të vërtetës. Zullumçarët nuk do të kenë sukses, përfundon ajeti. Imam Tabariu thot asnjëherë pa drejtësia dhe zullumi nuk triumfon. Devijimi dhe pavërteta dhe intrigat e gënjeshtrës gjithmonë humbin, si dhe fundi i gjithë atyre zullumçarëve, epilogu i tyre është humbja. Nëse e analizojmë nga aspekti teologjik ajetin ton 135, ajeti thekson se Allahu fuqiplot i ka lë mundësi njeriut lirinë e zgjedhjes. Njeriu është i lirë për të bë zgjedhjen e tij, po ashtu ajeti na mëson se përgjegjësia e çdo njerit prej neve është individuale, po ashtu ajeti na tregon se padrejtësia dhe zullumi gjithmonë fundin e ka humbje dhe dështim. Nëse e analizojmë ajetin ton nga aspekti moral, atëherë mesazhi që rezulton nga ajeti në fjalë është se e vërteta është afatgjatë dhe qëndron përgjithmonë, e pavërteta dhe devijimi është afat shkurt, si dhe rezultati i të dyja gjendjeve dihet dhe është i qartë. Ndërsa ajeti i fundit për sot, ajeti 136, Allahu tebaraka ve teala thot: "وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ." Tash ajeti 136 hap një tematik të re ku ky ajet tregon një mendësi dhe një mentalitet të ignorancës të gjahiljetit që ata e kishin të brymosur thellë në karakterin dhe ndërgjigjen e tyre
e që ka të bëj kjo mendësi ka të bëj me idhujtarin. Ku këta idhujtarin e tyre e kanë shpërfaq edhe në të mbjellurët e tyre, kur janë marrë me bujqësi, por edhe në aspektin e blektorisë me kafshët e tyre. Shiqeni çfarë mentaliteti dhe mendësie e qoroditur e këtyre njerëzve sa i përket të mbjellurave dhe kafshëve të tyre. Ata i ndan Allahut një pjesë nga të mbjellurat e tyre dhe nga baktit që ai i krijoi dhe thanë, shiqoni mentalitetin e tyre. Kjo është për Allahun, sipas pretendimit të tyre, dhe kjo është për Zotin tanë. Do të thonë, kur në fund ditës e kanë marrë një bereqet prej arave, prej bashqeve, prej kopshteve, prej plantazheve, një hise e kanë nda për idhujt e tyre, një hise kanë thonë kjo hise është për Zotin. Njështu kanë vepruar dhe me baktit e tyre. Por ajo që ishte për zotat e tyre nuk arrinte te Allahu, ndërsa ajo që ishte për Allahun arrinte tek zotat e tyre. Sa këtë gjykojnë. Sa gjykimi mbrapsht është kjo. Kështu e përmbyll Allahu ajetin. Me lejoni ta lexojmë Imam Tabariun, i cili na bën edhe më të qartë, edhe më të kapshëm, edhe më të bukur kuptimet e këtyre ajeteve, respektivisht fjalëve të ajetit 136. Thot Imam Tabariu: ata i ndonë Allahut një pjesë. Imam Tabariu shpjegon se idhujtarët arab ndanin të mbjellurat dhe baktit e tyre, një pjesë për Allahun, ndërsa një pjesë e lenin për idhujt dhe zotnat e tyre të rejshem. Do thot, e tani, këtu kemi të bëjmë me idhujtarin dhe shirkun në dy aspekte. Edhe idhujtarin kuptimin e adhurimit, por edhe idhujtarin kuptimin ekonomik. Material është fjala. Ata thonin, kjo është për Allahun, ndërsa kjo është për zotnat tonë. Imam Tabariu thot, ata nuk ishin të sinqert në veprimin e tyre, prandaj edhe kjo praktik e qoroditur e tyre ishte për të ardhur keq. Ajo që ishte për zotat e tyre nuk arrinte te Allahu. Imam Tabariu thot, pjesa e idhujve, atë pjesën, hisen që e lenin për idhujt dhe zotnat e tyre, nuk e preknin, nuk hanin prej saj, deri sa prishej ajo ushqim, mbetej të idhujt. Ndërsa pjesën që e lenin për Allahun, ajo mungohej. Domthon, fshehur azitinës, shkonin e hanin, apo e vjedhke dikush. Domthon, atë pjesën e ushqimit që e lenin të idhujt zotat e tyre, e kishin atë bindje të gabume, askush nuk e prekke. Domthon, sheqoni çfarë gjykimi. Domthon, preferenca e tyre ishte preferenca qoroditur. Prandaj Allahu e përmbylli ajetin, tha, sa këtë gjykojnë, sa gjykim i qoroditur është ky, çfarë mentaliteti i gabuar është ky. Prandaj Imam Tabariu thot, ky gjykim i tyre ishte gjykim dhe ndarje absurde. Ishte një logjik e qoroditur dhe e shtrembruar. Kur i kthehemi në aspektin historik ajetit në fjalë, ajeti na tregon për praktikën e idhujtarëve dhe mushrikinëve, kur ata nga prodhimet e tyre, qofshin ato të blegtorisë apo të bujqësisë, një pjesë të atyre të mirave që ata i fitonin, i ndanin në pjesë, disa për idhujt e tyre, disa për Allahun, prandaj ata ishin manipulues në ndarjen, por edhe ishin të qoroditur në mendësinë e tyre. Në aspektin fetar, dimensioni teologjik i ajetit ton, është se ajeti na tregon se edhe në kuptimin e adhurimit, edhe në kuptimin e fitimit, edhe në kuptimin e ndarjes, gjithçka është keq dhe mbrapsht, prandaj Allahu e përmbylli ajetin sa gjykim i keq dhe i qoroditur është ky gjykimi dhe kjo mendësia dhe ky mentaliteti dhe kjo lloj ndarje që ata kanë gjyku në këtë formë. Nëse dëshirojmë të bëjmë
një përmbledhje të përgjithshme ajetit 136, atëherë përmbledhja do të ishte se Allahu Dhul Gjelal nëpërmjet këtij ajeti kritikon dhe qorton idhujtarin praktike, se ata disa rendimente bujqësore dhe disa një pjesë të mishit prej baktive apo baktit i kanë nda disa për idhuj, disa për Zotin Gjelle Gjelalu, atëre Allahu e qorton dhe e kritikon një praktik të tillë. Ndoshta vëllezër dhe motra ju duket për të habitur kjo ajet, ndoshta na duket çudi, si ka mundësi ky mentalitet me qenë prezent në atë kohë. Por habia është më e madhe kur ne sot në vitin 2026 ne kemi njerëz që në përvare të caktume, për fat keq kemi edhe në vendin ton, në përtyrbe shkojnë dhe dërgojnë pula, gjela, kingja, vezë, lloj ushqimi. Po flasim për praktika të atyre njerëzve që në kuptimin e jashtëm, në kuptimin tradicional janë shoqëri muslimane. Nuk po flasun për shoqëri që nuk i takojnë besimit musliman. Dhe nëse një praktikë e tillë ka ndodhur, dhe ti tash ti kur i pyet se pse po e çon këtë lloj ushqimi të varri, të tyrbja. Ku e di unë? S'po flas, dërgojnë edhe gjëra, dërgojnë peshkira, dërgojnë materiale për rroba. Ku e di unë? Jashtë atyre të mirave materiale që i lojnë aty. Ky ajet është një nga ajetet e Kur'anit që kritikon dhe qorton një praktik të tillë idhujtareske. Kjo është praktik e shirkut. Pastaj ky ajet denoncon logjikën dhe gjykimin e shtrembruar, çorditur, ela sa ma yahkumun. Sa gjykim i shtrembruar është ky. Dhe ky ajet po ashtu na tregon llojet e devijimeve që ndodhin në këto mese, ku njerëzit qëndrojnë larg prej rrugës Kuranit dhe rrugës së pejgamberit, respektivisht larg prej njohshmërisë ndaj Zotit fuqi plot. Tash, këtë në fund, pasi që jemi në fund të këtij takimi, dëshiroj të bëj prap një lidhje dhe një vazhdimsi të ajeteve edhe sot që i lexuam, por edhe ajetet e emisionit të kaluar nga ajeti 125, se kanë një ndërlidhje. Ajeti 125 i kapitullit An'am na flet për udhëzimin. Ajeti 126 na flet për rrugën e drejtë. Ajeti 127 tregon se Xheneti është shtëpia e paqes, Darus Salam. Ajeti 128 na tregon për rrugën e devijimit dhe të lajthitjes. Ajeti 129 tregon se sundimi i zullumçarëve vije si rjedhoj kur zullumi dhe padrejtia përhapet në një shoqëri. Ajeti 130 na tregon se Allahu asnjëherë nuk ndëshkon asnjë popull dhe asnjë shoqëri prakisht pa paralajmërim. Paralajmërimin e kupton dërgimin e pejgamberëve të Zotit, zbritjen e shpalljeve e argumente të shumta. Pastaj ajeti 131 na flet për drejtësinë hynore. Ajeti 132 na tregon se ka shkallë dhe grada konform veprave. Për njerëzit e mirë dhe shpirt mirë, Allahu përgadit shkallë dhe grada të larta të shpërblimit, sikur për keqbërësit Allahu ka përgadit shkallë dhe grada të degradimit të tyre, varësisht prej të këqijave. Pastaj, ajeti 133, Allahu tregon se asnjë popull nuk është i pazavendësueshëm, por Allahu i zavendeson popujt. Pastaj, ajeti 134 është se gjykimi dhe dita e llogarisë në ditën e Kiametit është i pashmangshëm për çdo njeri, për çdo krijesë prej njerëzve dhe prej gjinëve, dhe ajeti 135 tregon se ndarja përfundimtare, ndërsa ajeti 136 që ishte i fundit tregon një praktikë dhe një mendësi të idhujtarëve dhe praktikave të
idhujtarve. Sikur ata një pjesë të bereqetit nga bashqet dhe plantazhet e tyre e kanë nda për idhujt e tyre, po ashtu edhe një pjesë prej baktive kanë vepru, e Allahu te baraka wa taala ka tregu se këto praktika kanë marrë fund dhe kanë përëndu me ardhjen e Kur'anit, me ardhjen e mësimeve të ndritura të Islamit, nga se Islami e vendos në qendër adhurimin e Zotit një dhe njëshmërinë ndaj krijuesit, duke qëndru larg çdo forme dhe mënyre të idhujtarisë dhe të shirkut, në çfarë do lloj mënyre dhe forme që mund të manifestohet idhujtaria. E lutim Allahun dhul xhelal që Allahu të na ruan besimin ton të drejt, imanin, të na shton udhëzimin në rrugën e tij të drejt, të na bëj të qartë çdo gjë e cila na ndihmon e na ofron e na shpijen drejt kënaqësisë dhe razisë se Allahu te baraka wa taala, e ne nëpërmjet mirësive dhe mëshirës së tij pastaj mund të ngritemi në shkallë dhe në grada të larta të xhenneteve të tij. Elusi Allahu subhanahu wa taala që kudo që gjindeni dhe jeni, të jeni në kujdesin dhe mbrojtjen e Allahut, ju dhe dashurit tuaj dhe gjithë dashurit ton, inshallah taala, deri në takimin e radhës. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.